Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në këtë minutazh dua të ndaloj edhe një herë tek Brikena Selmani, një nga personazhet që në fakt është shumë e komentuar, është shumë e përfolur për çdo lëvizje të saj. Brikena kohëve të fundit ka qenë mjaftueshëm aktive, në fakt që kur përfundoi Big Brotheri, Brikena menjëherë filloi që të ndjekën ëndrrën e saj, të ndjekën hapat e saj të suksesit, pasi që ishte në kohën e klikimeve, ishte në luftën e klikimeve. Brikena diti ta menaxhon bukur fort të situatë dhe erdhi tek publiku dhe u prit tek publiku me një dashuri shumë të madhe dhe me një zemër shumë të bardhë. Brikena në grupin e saj të hapur në Instagram, ku në fakt ndiqet nga një numër i mirë konsiderueshëm ndjekësish, në shumicën e rasteve di të shkruan ndjenja, di të shkruan fjalë, di të shkruan falenderime. Dhe të pëlqyeshëm tek publiku janë ato personazh të cilët din të falenderojnë dhe din të jenë mirënjohës për atë se çfarë ato kanë arritur të fitojnë, për atë se çfarë ato kanë arritur të marrin, për ato se çfarë ato kanë arritur t'i japin publikut dhe sa publiku i kanë ndjekur në rrugtimet e tyre. Brikena dukeshte që ishte shumë e emocionuar nga arritja e djeshme të jesh fytyrë e një nga pjesë më të shitur shqiptare dhe të vetmes pije energjike që ne kemi, me patjetër që është një nder dhe është një vlerësim jashtëzakonisht i madh, domethënë është një vlerësim fantastik. Brikena, siç duket nga drejtuesit e kompanisë Golden Eagle, është përzgjedhur si reklama e kësaj pije energjike dhe kjo në fakt e pash që Brikenën e ka mbushur shumë nga fakti që vetë Brikena vjen nga Kosova, pija prodhohet në Kosovë dhe domethënë është ai përçimi i brendit shqiptar. Brikena me emocione falenderoi të gjithë ndjekësit e saj, të cilët vazhdojnë ta ndjekin dhe ta mbështesin në të gjithë rrugtimin e saj, pa marrë parasysh se çfarë postim është ai, pa marrë parasysh se çfarë storie është ajo, domethënë Brikena merr vëmendjen dhe merr dashurinë e publikut. Unë uroj gjithmonë gjëra, domethënë Brikenës të shkojnë në këtë formë, me sa unë e kuptoj Brikena është duke bërë plane se me çfarë projekti do të vinë në shtator, domethënë me patjetër që do të jetë pjesë e medjes, mendoj që do të jetë pjesë e medjes në Shqipëri, aty ku edhe Brikena startoi të gjithë këtë rrugtimin e saj, por mbi të gjitha duket që e ka marrë me shumë energji të mirë, e ka marrë me shumë pozitivitet dhe jeton të gjitha çastet në mënyrën fantastike. Brikena, më ndryshe se kur, vjen me falënderime dhe është mirënjohëse ndaj njerëzve të cilët e duan dhe e ndjekin.